Mirë se erdhët në Reze Dielli, në një botë ku të gjithë jemi të stimuluar nga teknologjia dhe informacioni, ndonjëherë harrojmë fuqinë e thjeshtësisë dhe të ritualeve apo praktikat e thjeshta të lashta, të cilat na ndihmojnë të reduktojmë stresin, të lehtësohemi emocionalisht, të shkëputemi nga ekranet dhe padyshim të gjejmë paqen tonë shpirtërore. Dhe kjo ndikon patjetër edhe në shëndetin tonë, jo vetëm emocional, po edhe ato fizik. Amadea Stefa, bashkë me Martin Vigel, të cilët vinë nga Austria, kanë gati një muaj këtu në Shqipëri, të dy trajnerë meditimi dhe përfaqësues të mjekësisë integrative ose holistike, do të na tregojnë disa procese shumë të rëndësishme, ndaj do doja të jeni të vëmendshëm deri në fund. Kënaqësi që ju kam. Welcome, Martin. Faleminderit, mirë se gjeti. Si kanë qenë këto ditë në Shqipëri, intensive besoj me Shqipërisë dhe Kosovës, për seanca të ndryshme, vini nga një retreat detox nga malet e Suarekës, një grumbull i madh njerëzish të interesuar. Jemi kënaqur me thënë drejtën, sepse ka qenë diçka unike, sepse është ndrysh personalisht, është ndryshe online, edhe ato kishin shumë të nevojshme këtë afërsinë që të bëjmë ushtrime bashk. Ne mundohemi të bëjmë edhe ushtrime nga ana Tai Chi Qigong, që janë edhe çik më speciale nëpërmjet tau kaligrafive, edhe është një movement, i thëmë një lëvizje shumë e bukur. Dhe kjo lëvizje është me të vërtetë shumë e thjeshtë, sepse ti ato që shkruan, ti mundosh ta bësh si në lexim dhe në lëvizje. Dhe kjo është detoksi sidomos nga ana emocionale, sepse ne na duhet të pastrojmë emocionet. Sepse ka një shprehje shumë të bukur kineze. Çdo sëmundje vjen normalisht është ai hapi i fundit, por përpara ai hapi i parë janë emocionet. Dhe këto emocione krijohen nëpërmjet mendimeve. Ajo është rrënja, mendimet tona, domethënë, ose ndjenjat, ne i thëmë që nga njëherë ndoshta nuk janë tamam ashtu siç duhen. Ato krijojnë emocione dhe emocionet pastaj çfarë bën? Na krijojnë aciditet, na krijojnë jo mirësi, stres, depresion për disa persona. Jemi të pamotivuar. Trishtim, jemi të pamotivuar. Siç janë shumica në përgjithësi në këtë botën moderne. Disa ndjen ndoshta edhe dembela thonë, s'dua të bëjmë asgjë. Domethënë gjitha këto vijnë nga një bazë që është poshtë. Dhe kur ne bëjmë këto praktikat tona së pari, atëherë ne pastrohemi dhe kemi shumë më të kollajt nga ana fizike. Detoxin, si ne e bëjmë pothuajse shumë njerëz e bëjnë detoxin, ose agjerimin disa. Detoxin fizik duke konsumuar lëngje dhe le themi kombinime të ndryshme. Deri këtu e dim, po është ai detoksi emocional dhe mendor. Emocionali dhe mendori për ne është më e rëndësishme, sepse ne kemi bërë dikur vetëm atë të parin, vetëm nga ana fizike dhe kemi parë ndryshimin. Që kur e bëjmë edhe nga ana emocionale dhe mendore, nga ana e zemrës, çfarë ndodh që kjo fizike, vetëm që është më e lehtë, më e kollajt, sepse ne bëjmë vetëm 9 ditë detox. Dhe ato njerëzit pastrojnë gurët e veshkave, ranishtet, i thëmë neve, ose gurët e tëmthit, të mëlçisë, yndyrën, diabetin, imagjino të hiqet diabeti, dhe më thënë brenda pak a shumë 1-2 javë, çose ti e bën për sëmbarit, kuptohet. Dhe mbani çik edhe ushqimin edhe mbrapa, dhe më thënë është edhe, nuk është një tip diete, si i thonë njerëzit, është mënyra se si ushqen nëpërmjet orareve, dhe ato orare ndikojnë. Çfarë duhet të hash në mëngjes, çfarë duhet të hash në mesditë dhe në darkë. Pra ndryshojmë komplet ciklin cirkadian të trupit, duke përshtatur në 9 ditë të caktuara. 9 ditë të caktuara, ajo është pati transformime reale në këto ditë që qëndruat në malet e Suarekës? Ne kemi pas persona domethënë që kanë shkuar përpara tek mjeku, sepse i kanë thënë që me të vërtetë mëlçia ishte ekstrem domethënë nga ana e yndyrës. Dhe e kanë pas në masën, sa ka qenë përpara dhe sa ka qenë mrapa retreatit, 3 ditë mrapa që ka shkuar, e ka thënë mjekus nuk është mu besu, domethënë. Ata kanë kujtu se do të kenë bërë ndonjë operacion, sidomos ne shqiptarë që shkojmë nganjëherë në Turqi ose në Itali dhe bëjnë operacione, ky ka thënë s'kan bërë asnjë gjë, kanë bërë vetëm detox, domethënë. Edhe me atë fundjavë çdo gjë është lëshuar dhe ka ikur. Kjo është gjë fantastike. Me siguri deri në fund të kësaj bisede do na japësh disa formula, besoj të çmuara për të ndihmuar çdo që është duke ndjekur këtë bisedë, nëse do një detoks të trupit dhe të mendjes, padyshim me këshilla të çmuara prej jush. Martin, pse është e rëndësishme ta bëjmë këtë detoksin emocional dhe detoksin, le të themi, mendor në një kohë kur dihet tani që shkëputja është e vështirë nga teknologjia? That's what I felt. It's like important to understand that outside is so much pollution. So there is pollution in all the medias we are looking at, the cell phones, the multimedia. So there's so much emotional going on, so much stress outside, so we need to detox. Atë shumë ndëtësirë ka jashtë dhe këtë gjë kam kuptuar edhe me kalimin e viteve, sidomos nga media që nuk janë domethënë që japin mesazhe jo pozitive, nga celularët, nga televizorat, ku njerëzit ndëgjojnë vetëm gjëra negative
Dhe ajo ndëtsirë i kalon dhe më thënë futet në gjendjen e brendshme të trupit nga ana emocioneve dhe duhet të bëhet detox, të pastrohet. Si e sheh Martini qasin që kemi ne si popull ndaj këtyre praktikave të lashta, por shumë eficiente nga eksperienca juaj të, le të themi, pastrimit të trupit dhe të mendjes? I think that handwriting itself got lost. We don't write anymore with the hand. We wrote letters, but we don't do it anymore. So this practice is handwriting again. So it's releasing emotions, stress. Unë mendoj thot që, ose ndjej që dikur njerëzit e kanë shkruajtur dhe kanë, nëpërmjet shkrimit, kanë hequr emocionet, ato stresin, po kjo metodë ka humbur me vitet, me kalimin e viteve, dhe edhe në trojet tona shqiptare. Ndërkohë, ju në Austri jetoni larg, le themi, qëndrave, larg qëndrës së qytetit, po jetoni të veçuar, jetoni në një kodër, keni zgjedhur vetë jetoni aty dhe sa ju ka ndikuar pikërisht në punën tuaj, në gjendjen tuaj fizike, shpirtërore, emocionale? Jo vetëm ne, por shumë veta domethënë që e kanë një çik edhe gjendjen ekonomike dhe që kanë mundësinë, nuk jetojnë në qytet, janë jashtë qytetit. Domethënë në ato rrethinat e bukura që ka jeshil, sepse ne kemi mundësinë, domethënë që kemi pyllin ton, kemi kodrën, kemi çdo gjë, por edhe ne kemi komshi, por nuk janë ashtu si që janë apartamentet që janë gjitur njëra me tjetrën ku energjia është komplet e mbyllur. Për këto persona, domethënë, duhet i çik edhe më shumë kohë, duhet edhe më shumë durim, që ai stresi akumuluar, ato informacione që merren në mënyrë të pavetdijshme nga komshia, nga puna, nga ai lokali që ka muzikën e shumë të lartë, ndoshta poshtë shtëpisë, nuk mund të ta heqësh, që dhe ato të çlirohen dhe të ulen si informacion në trup, dhe të mos kryen ato emocione të rënda që i kanë njerëzit. Që nuk i vëmë re. Që nuk i vëmë re, absolutisht. Madje dhe vetë si popull jemi shumë të interesuar se çfarë po ndodh tek shtëpia tjetër të komshit. Dhe mbigarkojmë vetveten, pastaj me ato informacione, çfarë thot komshia, çfarë thot ai tjetri. Ndërsa, për këtë pjesën tani të qëndrimit në telefon, sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë se përdorimit e pruar për orë të tëra përpara telefonit mund të shkaktojë shumë stres dhe nuk e kuptojmë që pikërisht ky stres është nga qëndrimi për kohë të gjatë. Mesatarisht, sipas statistikave, një i rritur në Evropë kalon 3.5 deri në 4 orë në ditë në telefon. Mund të jetë dhe më shumë, po mesatarisht. Deri në 7 orë nganjëherë. Unë doja, si ndikon kjo, në ç'më mënyrë ndikon qëndrimi në telefon, në ç'më mënyrë, se të gjithë e dimë që na shkakton stres, po si, në ç'më mënyrë ndikon në shëndetin ton fizik, emocional dhe disa këshilla për ta balancuar këtë, se të gjithë e kanë punën në telefon. Ashtu është. Informacionet që janë për të bërë qeshur na bën mirë, sepse shkon në zemër, shkon në tru, dhe ai informacion duhet trujt ta përpunojmë. Por nëse shikojmë diçka me vrasje, diçka lojra që nuk janë pozitive, sidomos për rinin, të dhunshme dhe këto gjëra që nuk na bëjnë mirë, luftra, bravo, informacione jo të mira, atëherë ndodh që ai informacion njëjta gjë shkon në tru, prodhon negativitetin, prodhon ato informacione që është e kundërta. Sistemi jon hormonal transformohet. Prandaj shumë persona kanë probleme edhe me tiroide, kanë probleme edhe nga ana psiqike sto kohë të fundit dhe nuk e kuptojnë pse hin, sepse janë të mbigarkuar. Domethënë kanë mbushur i themon atë gotën plot, edhe ashtu duke u derë tani dhe nuk ka ku të shkojnë, dhe ato informacione duhet të pushohet dal nga dal, jo për një herësh, sepse detoksi nuk bëhet për një herësh. Si puna akvariumit me peshq, ti nuk mund ta ndrosh ujin për një herë, se pastaj gjithë peshqit cofin. Duhet akvariumin ta ndrosh një herë gjysën, pastaj dal nga dal ujin e pastër, edhe një herë, edhe kështu me radhë. Pra është normale një shkëputje e menjëhershme, le të themi, dhe nga për të vegjëlit ose për fëmijët që rrinë në telefon dhe për të rriturit. Ky detoks të ndodhi menjëherë, për shembull, largojmë telefonin, nuk e prekim për shumë orë të tëra ose për ditë të tëra. Edhe atë do të jesh ndoshta diçka tepër e fortë, duhet t'ia bëjmë edhe atyre gradualisht, t'ia reduktojmë për shembull gjysmën e orës, ose ti thuash, ok, ke tani gjysmë ore dhe ato që ndjekun fëmijët ose rinia jon, të jetë edhe ajo një diçka e shikuar ndryshe, sepse ka filma që janë të prodhuar nga ana psikologjisë që nuk e din, edhe në Hollywood, edhe në vende të ndryshme, që e manipulojnë trurin e fëmijës, dhe ato janë me shumë gjyra, të bëra kaq bukur që një fëmijë bëhet sikur i them ne që personat që pinë duhanin ose marrin drogën, edhe ato bëhen të varur nga ato filma. Kështu që ajo varësi nuk është kurrë e bukur. Çdo film që gëzon fëmijën, por nuk bën një varësi dhe me një orar të caktuar, atëherë nuk i bën keq. Edhe nëse lën qerë kohë gjysore fëmin, por mos ta egzagjerojmë, mos i lëmë me orë të tëra.
sepse atëherë kalon në varësi në mënyrë automatike. Do doja të pyesja pak Martinin tani mbi atë fushë që ai mbulon dhe që është i vetmi dhe ju ndër të vetmi në fakt që kaligrafin e sillni edhe në vendin tonë dhe përhapni atë në mbar botën. Cila është fuqia e simboleve shëruese për mendjen dhe për shpirtin tonë dhe a ka ndonjë bazë shkencore që e mbështet dhe i vërteton këto simbole, se si mund të na shirojnë simbole të ndryshme, ndoshta dhe mund të ndihmoj Martini dhe me ndonjë demonstrim live, se si ndikon. So we are having 19 clinical studies that are showing that it works. Ne kemi mbi 19 studime shkencore që tregojnë që funksionon në mënyrë perfekte, domethënë në çdo lloj fushe të mirëqenies njerëzore. One very impressive was with depression. Një ka qenë shumë e bukur dhe e veçantë, studimi nga ana e personave që kanë pas depresion. Usually medication works for 25 to 30% in depression. Pak a shumë thotë sidomos nga ana që ne kemi parë me ana me mjekësisë normale, me medikamente, funksionojnë pak a shumë 20-30% të këto persona. And you go the way that you try one medication, maybe it works, maybe it not, then you try another. So you have a long way until it works. Ka shumë persona që kanë munduar të provojnë një herë, dy herë nga ana medikamenteve dhe disa për shumicën pothuajse për tyre nuk I ka funksionuar. Kanë provuar prap metoda të tjera dhe prap si ka funksionuar. And the study we did in Germany with a doctor was that 60% of the patients reduced depression immediately. Dhe ne kemi bërë një studim në Gjermani, por edhe nga anët e tjera, vendeve tjera, por ky studim specifik që ka qenë për këtë gjë ka treguar që 60% e këtyre personave komplet depresioni është ulur me të vërtetë menjëherë, shumë shpejt, mas praktikës. E kuptoj. Nëse me aq sa mundemi edhe në studio dhe të tregojmë edhe disa prej simboleve shëruese se si mund t'i përdorin njerëzit në shtëpinë e tyre. Keni dhe një libër në fakt që nuk është përkthyer. So this book is actually about depression and how to heal depression by yourself. Kush e ka shkruar këtë? Ky është libër që është shkruar nga Dr. Master Zhigangsha, që tregon për sa i përket si ke mundësi veti ta shërosh depresionin, panikun, edhe atë nxehtësinë ku njerëzit bëhen çik edhe shumë shpejt me nerva, nuk janë të qetë, ato që kanë stres. Nuk është përkthyer në shqip ky libër? Akoma. It's in English. Do ta mundona. Në kopertinë janë 6 simbole, në mos gaboj. Çfarë tregon se cili simbol? There are symbols in it that you can use at home, so you just use the finger and to follow the pathway. Ti mundesh të përdorësh këto simbole, pa dashur nëse nuk kemi mundësi ndoshta të shkruar si shkruajmë neve, por ti I përdor vetëm duke vendosur gishtat, sikur duke pas një penel në dorë, dhe aty domethënë lidhesh me atë informacion të çdo simboli. And it's like the same calligraphy here that we're having behind us. Është e njëjta pak a shumë edhe kaligrafi mbrapa. Është treguar dhe mbrapa, po? And this calligraphy, you just start with your fingers to follow the line. Dhe ti mundohesh me 5 gishtat të ndjekësh kaligrafin sipas asaj komplet ashtu siç është linjës nga fillimi deri në fund pa ndërprerë dorën. Kjo është ajo bukuria, sepse ti krijon unitet brenda teje. Pra, fillimi patjetër që është I vështirë dhe nuk arrim dot ta le themi imagjinojmë deri në fund, por kur arrihet në pikën që e gjithë kaligrafia shkruhet pa ndërprerje, aty kemi arritur të Aty kemi arritur të lëshojmë diçka nga vetvetja. Për disa persona lëshojnë shumë shpejt sepse janë shumë sensitiv, shumë sensibël. Disa persona kanë nevojë çik më gjatë, rrin 5 minuta, 10 minuta. Është duke e praktikuar ndërkohë Martini. Po, Martini praktikon gjithkohën, vetëm thjesht e mban atë simbol dhe lidhet, që të thotë dashuria më e madhe për vetveten tënde. Ky është simboli I dashurisë për veten. Greatest. Më e larta, më e madhe, sepse kur ne kemi dashuri pa kushte, edhe marrim dashuri pa kushte. Dhe dashuria është ajo para e thënë baza që njeriu e shëron edhe e transformon në të vërtetën e vet dhe nuk e kërkon jashtë. Po mund të më shpjegosh pak Martin, gjatë kohës që ti bën pikërisht këtë siluet ose këtë lëvizje kaligrafike, këtë simbol kaligrafik. Në mendje çfarë duhet të shkojë njeriu? Pra thjesht duhet të ndjekë atë linjë dhe të bëjë një shkëputje totale nga çdo mendim tjetër dhe si ka fuqi ky simbol të na shërojë. So, of course, one part is the mindfulness practice, that you focus here and you are in the present here and now, and you want to follow the line, so you don't have any other thought. You're just focused here. Një gjë më mirë që të mos kesh mendime në atë moment, të fokusohesh në atë moment tek ai shkrim, dhe çdo mendim pastaj fillon dal nga dal vetë neutralizohet.
Po ta shohësh me vëmendje për të parë detajet e këtij shkrimi kaligrafik, disa momente është më e theksuar, disa momente është më e zbehtë. Ka ndonjë kuptim të veçantë? Edhe kjo është e veçantë, sepse kur është me efort, dhe më thënë që është fillimi i jetës, ka diçka për shembull kur fillon kaligrafia aty ku ke lindur nga prindri, këtë nga nëna, ose aty është më forcë. Aja tjetër është më lehtë, është një lidhje, i thënë, me kosmosin, një lidhje me qiellin, me natyrën. Edhe kur ulesh poshtë, lidhesh edhe një herë me tokën mam. Çdo gjë ka një lidhje me kaligrafin, ka një simbol të veçantë. Gjithsesi, për të kaluar tek ajo energjia e mirë që merr ose mendimi që ti i jep pikërisht këtij shkrimi, ne jemi çfarë mendojmë. Po. Ne manifestojmë atë që duam dhe ajo na kthehet. Po. Sepse e pavetdijshmja nuk din ndryshimin. Nëse ti tallesh, i thëmë njerëzve, dhe merr një fjalë, me budallic, idiote, gomaric, i thëmë, ti e ndigjon një herë, 2 herë, 3 herë, dhe pavetdijshme nuk i din që ai informacion është i vërtetë apo është i vërtetë, e akumulon, e mbledh, e përmbledh në zemër, në tru, në qiliza, deri në ADN-n tonë, shkon, në ARN-n tonë, çdo mendim negativ dhe regjistrohet. Është si një safe në kompjuter, si memoria e kompjuterit. Dhe dikur e gjen në kompjuter, kudo që t'jetë fshehur. Mirë, po aq më shumë që akumulohet, aq më shumë gigabajt ke për të pas në kompjuter që kanë për të zënë, me një informacion që është kot, që s'të duhet hiç. Dhe ai informacion mund të ndryshohet në momentin që ne bëjmë gjurmojmë kaligrafit, ndrohet, dal nga dal shndrohet në pozitivitet. Dhe nuk shkohet më idiote, gomarice, që ato që kesh marrë mendime jo të bukura, por merr atë fjalën pozitive. Ti dashuri, ti je mirë, ti je një dritë, ke një zemër të bardhë. Për shembull, çfarë rekomandoni ju tani për publikun? Unë mund të them në mëngjes ose vazhdimisht gjatë ditës, çfarë? Që unë jam e vërteta ime, që unë jam dashuri hyjnore. Çfarë do ti të besosh në atë moment? Dhe që kjo ditë do të më ndalë mbar, do të kem sukses. Duhet i fusim vetvetes diçka pozitive. Dhe mund të bësh në ajër, si bën Martini, për shembull në ajër dan, për shembull dan. Infinity sign also, for example. Ose mund të përdorni atë, i themon, tetin e shtrirë, që do të tregon infinitetin, që është pafundësia, edhe ti në momentin që bën tetin, ti lidhesh. Ne mund të bëjmë këto në ajër, në gjithkohë, se s'do kemi gjithmonë me vete një furçë dhe një letër. Bravo, e bën komplet në ajër. Po. Mund të vizualizosh sikur i duke shkruar në ar, një ngjyrë ari të bukur, edhe është me bukur vizualizimi se si fuqia mendjes që duhet të përdorim. Kurse për sa i përket fjalëve, ti përdor fjalë të bukura. Afirmuese. Qose një person që ke frikë, nuk ke guxim. Unë jam i guximshëm, unë do të më dalin shumë mirë sot, çdo gjë do të shkojnë bar. Disa person që bëhen merak, besoj se çdo gjë do të ecin mirë. Por sa e rëndësishme është pikërisht kjo pjesë, ta afirmosh atë që ti do. Ne thisim atë që thonë që mendoj. Vetja, kështu që imagjino të ndodhje kundërta, sikur ne jemi overthinker dhe të sajojmë skenar në kokën tonë, mendjen tonë të frikrave të ndryshme se çfarë të ndodhi gjatë ditës. Kjo të kundërta. Mbërthejnë këto qeliza që ti the, se ishte shumë interesante memoria në qeliz. Pra, çfarë themi ne, ajo depozitohet aty apo jo? Përmbushet, deri them mbushet. Dhe kur s'ke më vend më në kompjuter, në celular, se është mbushur me marrina, e themune, dhe ne duhet me njëherë të fshim ato. Koptohet, jo prej heri të gjitha, sepse thash edhe herë në fillim nuk është mirë, po duhet të detoksum të fshim dal nga dal nëpërmjet praktikave. Të paktën fillojnë një herë në javë, ta bëni një gjysore, ose ato 5 minuta në mëngjes, që ti të japësh dashuri vetvetes. Unë kam pas nga detoksin një vajzë që më tha, që ka mbaruar, tha, ajo seminari, shikoj, tha vetëm pas qytë, më duke tha vetja bukur. S'më shduk, tha vetëm dhe herë ka që bukur, tha sa këtir. E kam kuptuar që më të vërtet është mungese vetë dashurisë, vetë respektit dhe vetë vërsimit. Momentin tha që unë e kam dasht vetën time, tani tha shkojnë punë, jam shumë më mirë dhe me kolegët. Marrëdhënie thot janë përmirësuar, vetëm nëpërmjet detoksit seminari që ka kaluar. Asgjë më shumë. Pa, detoksit fizik, detoksit mendor, emocional dhe shpirtëror. E njëjta është gjë brenda. Tani është përdorur fjala detoks, le themi të pastrojmë trupin, detoksi trupit, por është më i rëndësishëm detoksi mendjes. Sepse duke pastruar mendjen ne do dimë edhe si të ushqehemi më pas. Mund të na tregosh simbolet të tjera, Martin? Dhe mund të na këshillosh ose të më mësosh një simbol që duhet ta përdor çdo ditë? So what we see here, this symbol, for example, pjesa e parë, sa larg. This shows us our greatest potential. Atë kjo pjesa këtu. And it is like a human being standing tall and having the arms wide open. That's what it shows. Tregon një njeri që është me krah të hapur, me këmbë të hapura, dhe që ky person, domethënë, është më i madhërishmi, më e larta, më i vlefshmja,
për vetveten e vet. And what you do is you open your arms wide. Ti hap duart, kjo është ajo shenja e parë, çon në kokë pastaj, energjinë pozitive dhe ul në këmbë deri poshtë. So it's always this opening part, it's opening the heart, Hape zemrën, connecting with the universe, lidhesh me universin sipër, pastaj lidhesh connecting with poshtë, the earth. me tokën, me energjinë edhe njerëzore, po të mirë, jo atë energjinë pozitive njerëzore. Pra, fuqia që ne kemi për ta shkruar këtë simbol në mënyrë të pandërprerë dhe në mënyrë të vazhdueshme, tregon se sa unik ne jemi. Po. Lidh me atomitetin dhe atë veçantën brenda teje. Me universin, me tokën dhe ne në qendër. Sepse çdo gjë, ne them të drejtën, çdo njeri ka diçka specifike, ka potenciale shumë të bukura që nuk i ka tjetri. Dhe me të vërtetë që i ndryshon jeta. Por kuptohet, duhet ta fokusojnë dhe të lidhin një çik nga ana e zemrës dhe të thonë, "Ok, unë jam me të vërtetë më e madhërishmja, jam me të vërtetë njëri i mirë, kam mundësi të kem sukses." Ti vën atë vetvetes pozitiv. Sa herë që shkruajnë, të thonë edhe ndonjë fjalë të bukur për vetveten. Për veten. Ndërkohë ju jeni të parët që i keni sjellë këto praktika, këto simbole, të cilat duken, si thuash, larg ndoshta gjithë kësaj zhurme në të cilën ne ndodhemi, të gjithë në një jetë të tillë frenetike, po që janë praktika me të vërtetë efektive, që funksionojnë. Ndaj edhe ekzistojnë, le të themi, trajnerë të tillë, ndaj edhe e besimi pastaj tek këto praktika dhe të këto simbole është gjysma e punës, apo jo? Do vi ta provoj një herë një dhe ndoshta me anë të Martinit, siç është trajner dhe që këto seanca, trajnimi i zhvillon në gjithë botën. Pra këto janë fletë të tilla, të cilat ju ja u shpjegoni nxënësve, pjesëmarrësve në trajnim. Kjo ik avullon vetit dhe pastaj zhduket, që nuk ke nevojë pastaj ta mbash atë informacion në letër, sepse nganjëherë njerëzit edhe kur shkruajnë, bëjnë gabime në fillim. E shkruajnë si L, domethënë që aty ka një çik tema. Në shkrim ju tregon se si nga temat e trupit tonë. Nëse një për shembull është më e gjatë se sa krahu tjetër, aty tregon që diçka nuk është në balans. Kuptova. Domethënë ju do të lexoni diçka për mua nëpërmjet këtij simboli apo jo? Një interpretim. Ja të shohim. Duhet ta ngjoj përsëri, ndoshta, ja, kjo është. What is very nice is that you are very well grounded. Kjo tregon dhe herë parë se je shumë e tokzuar, je lidhur mirë poshtë. Because you see here, these are two legs standing on Mother Earth. And it's really good, like both legs are grounded, you're connected with Mother Earth, gives you lots of energy. Çdo gjë që është e lidhur mirë me tokën mamë dhe ty që të bën mirë, merr energjinë e tokës mamë shumë mirë. Pra këto të dyja duhet të jenë në balans, me sa kuptova. Po janë shumë, e ke bërë shumë mirë, por sipër ke diçka. Ta shohim mirë. Pjesa lart. And there is a desire, a wish to connect with heaven. Dhe ti ke një dëshirë shumë të fortë që të shkosh të lidhesh me universin, me qiellin, sepse është shumë më gjatë se sa kjo tjetra. Pas kam rrugë, domethënë, derisa të shkoj. But you have not found yet the way how to bring all these universal energies really into you. Por ti akoma nuk e ke gjetë, je duke kërkuar, po akoma nuk e ke gjetë atë që ti atë energji universale ta lidhesh me vetveten më shumë. Like in the halfway, in the middle, is our heart. Sepse në mes të asaj është zemra jonë. So we want to bring the light or the energy from the universe in our heart first. Sepse ne duhet ta sjellim në zemër që është pak a shumë në mes të krahëve të tuaja. Zemra është këtu pak a shumë. Kur ke hapur krahët është mu në mes dhe ti ke shkuar një çik në qoshe. Kam shkuar majtas nëse shoh. Domethënë që energjia që ty të ka shkuar në tokë nuk të vjen në zemër, ty të ik nga krahu. Por nuk shkon në zemër, prandaj duhet të futesh një çik më nga mesi, që ajo energji universale, qiellore, të futet në zemër para. Atëherë tokzohesh. Tokzimin e bën mirë, po duhet ta fusësh në zemër. Me këmbë në tokë, po shumë larg nga dëshira universale. Provoj edhe një herë, provoj. Start from edhe një herë fillon nga fillimi dhe shikoja. Yes.
Shumë më bukur, s'ka gjë. Yeah, perfect. Fundi kur bëhet, duhet të sam edhe me qetë. Dhe më të kur të marrësh vendime, dhe ti përfundosh mos të se të kryet të heqi qafe. Duhet edhe aty me nga ndalësi, dhe më thënë me një kështu si në taj që i thë që energjinë e lënë dhe akumulon e fut brënda. Dhe këtu t'ik parja. Të regon që dhe paret ikun gjanat, financat. Na i nëzorën të gjitha sheshi. Nuk po vazhdojmë më, se më pas do t'i tregojmë sërish të simbolet se si duhet vazhdojmë. Po të pak të narim një lloj balance dhe janë simbolet të cilat përmirësojnë gjendjen tonë. Fizike, emocionale dhe shpirtërore, sa më shpesh ato të mësohen dhe të dihen nga profesionist. Kemi pas persona që nëpërmjet një seminari kanë arritur shtyllën kurrësore të drejtojnë. Me të vërtetë u dallota edhe këtu në shkrim edhe para mbrapa, edhe nga ana fizike, personi tha, wow, si është e mundë të rri më drejt. It just would take 10 minutes now. If you would continue now for 10 minutes, you would feel it. Now it was finding this new way, this new direction, and if you now repeat it for 10 minutes, you really can feel it inside. Tani duke kërkuar për një drejtim të ri, por normalisht po ta përsërisësh 10 minuta këtë gjë ti do ta ndjesh në trup tënd që është duke bërë diçka me ty. E ndjen vetë energjinë. E kuptoj. Përmendë pak më parë një detoks nënditor. Çfarë përmban një detoks nënditor që mund t'i ndihmojë shikuesit tanë? Gjëja më e mirë është që të fillon një herë lëngun e limonit, sepse limoni ka fuqi shumë të mira shëruese. Kush do të dobësohet të mbajë çik edhe karrotë, lëng karrote, se dobësohet me kollaj. Plus bën një çik pauzë, pak a shumë 10 minuta, dhe i dyti lëng që bëhet që përgatitet është selinoja me kastravec, që ka minerale dhe kripra shumë të veçanta që nuk i kanë asnjë lloj zarzavate, si këto të dyja. Dhe atyre i marrët lëngu. Të kjo gjë bëhet 9 ditë. Kuptohet, në mëngjes nuk hahet as sheqer, gjëra me sheqer, gjërat me drithra, mund të hani tërshër, fruta sa të doni, mund të bërni smoothie që janë detox smoothie, me alga, me kurkuma, me kanel, me gjëra që të heqin edhe inflamacione në trup. Një në gjërat më të mira është MSM-ja, që heq komplet e sulfur, edhe toka e argjilit, ose dheu e argjilit, që i përmbledh aciditetit në trup, sepse trupi jonë është mbushur me aciditet. Dhe pastaj në orën 12, njëri mund të hanë dal nga dalë shumë lehtë. Mund të hanë sallat, supë, një ushqim me mishpule, po jo mish të rënd, po mishpule. Dikush e heq komplet mishin këto 9 ditë. Dhe gjëra domethënë të lehta që nuk i bëjnë keq. Po përpara orës 12 nuk lejohet asnjë lloj vaje, asnjë lloj yndyre, por vetëm zarzavata dhe fruta sa të don. Kjo është ajo. Dhe në darkë njëjta gjë diçka e lehtë, supa ose një gjell, zarzavate dhe zgare, jo të fërguar me yndyr sepse nuk i bën mirë trupit. Dhe para orës 7 si thop stop e mbyll. Dhe pastaj ke edhe një herë 18 orë kohë, 16-18 orë kohë, të hash edhe një herë mëngjesin, edhe një herë nga fillimi. Këtë bën 9 ditë. Këtë do jetë njësoj çdo ditë, pra çdo ditë do jetë njësoj, përveç se çdo ditë njësoj, por ushqimet mund të ndryshojnë. Ndryshojnë, dreka ose smoothie mund të ndryshojë se çfarë bën zarzavatet ose frutat, mund të vesh edhe spinak në smoothie. Me çik banane, se shumë vetë thonë banana është jo, banana ka edhe gjëra shumë të mira, kalium, magnez, që na duhet se për ndryshe trupi e ka të nevojshme. Nuk duhet ta egzagjerojmë, por nga ana tjetër një bananë nëse hantin çdo ditë aty ke edhe ato vitaminat. Po, patjetër. Edhe sheqerin e dur natyral mbi të gjitha. Ka edhe nga Dr. Andreas Moritz që ka detoksin e ditës së 9 që mund bëhet çik më i fortë. Me krip angleze, vaj ulliri dhe një grapefruit. Ajo është vetëm për ditën e fundit, ku dalin pastaj të gjithë yndyrnat në mëlçi dhe në tamth, gurët dhe gurët në veshka. Është ajo e fundit, i themun ku çdo gjë kulminante dhe pastrohesh dhe mund të bësh pastaj klizëm. Klizëm, natyrale? Ditën e 10, natyrale vetë, komplet normal. Bëhet me klizëm që e bën në shtëpi dhe personat thonë, wow, çfarë kanë nxjerrë aty, domethënë aty dallohet se çfarë ka mbajtur trupi me vite që s'e kanë bërë asnjëherë. Interesante. Duhet parë ndoshta edhe për mëtej duke u konsultuar, besoj, edhe me ju për të ditur se çfarë duhet keni parasysh personat që e bëjnë këtë detoks nënditor, që ndoshta përsëritet një në shumë muaj apo një në vit, sa mund të bëhet? Të paktën një herë në vit në pranverë dhe në vjesht, është gjëja më ideale, koha më ideale. Pranvera gjithmonë ajo rrezgjimi dhe pastrohen organet më kollaj sesa në sinet e tjera. Në dimër jo, nuk këshillohet nga ana mjekësisë tradicionale. E kuptova. Ju falenderoj shumë. Ju uroj qëndrim të këndshëm. Si dy prindër të vogëlushes tuaj, mund të jeni prindrit më të veçantë që keni sjellë në jetë një vogëlushe, e cila është sa muaj? 7 muaj. 7 muajshe, ka mbushur. Vajza si quhet?
Akela, zbuluan dhe emrin e që babaj një vajzë të vogël, ndërkohë që keni dhe 2 fëmijë, 21 dhe 24 vjeçar. Përgëzime dhe njërë sarë që vinje për efekt, sepse ishte dhe një lindje veçantë në menopauzë që ngeli Shtazan Amadea. Qëndrim të këndshëm dhe njërë, faleminderit që erdhët në lezën tonë. Këputemi për publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në studio.